Gëzuar për shumë vjetë ata që festojnë dhe ato që festojnë në emrin sot, që Nikola të na bekohet, të na ruaj të gjithë. Përpara se ne të lexojmë Injilin e shenjtë në shërbesa tona, Krishti thot një uratë. O Zot, në dashur bëj që të shkëlqen në zemrat tona drita e kulluar në një satë. Qenë sy të mendje son për të kuptuar mësimet e tua angjëllore. Putna dhe frikën e porosive të tua të lumtura, që pas ty të shtypin gjitha shpirtërore, të mund të kalojnë një jetë shpirtërore, duke menduar dhe duke bërë të gjitha ato që pëlqejnë, o Krisht Perëndi. Pra, ne gjithmonë i kërkojmë Zotit që ato mësimet e tij të bëhen busull në jetën tonë, jo vetëm thjesht që dim që janë ordresën e Perëndisë, por tek ato do të jetë mendja jonë, ato duhet të mendojmë vazhdimisht dhe ato duhet të udhëheqin jetën tonë. Ato parime kanë udhëhequr shëntorët, ato parime udhëheqin Shën Nikollën, që të përkushtohet Zotit në përkushtimin e tij. Dhe këto do të jenë busulla për secilin për nesh. Mësimet e Zotit janë ato që duhet të jenë gjithmonë në zemrën dhe në mendjen tonë. Edhe vetëm duke ecur sipas tyre, do të kemi bekimin në jetën tonë, do të kemi bekimin në familjen tonë, do të kemi bekimin në komunitetin tonë, do të kemi bekimin në vendin tonë, do të kemi bekimin në botë. Vetëm duke jetuar sipas porosive të Perëndisë, ne mund të kërkojmë paqen, qetësinë, gëzimin, lumturinë, edhe dashurinë që themi. Vetëm duke jetuar sipas porosive të Perëndisë. Prandaj të përpiqemi. Nuk është e lehtë, është e vështirë. Gjithmonë është e vështirë. Por ne dim që është vetëm mënyrë për të jetuar ashtu si do Perëndia, dhe vetëm mënyrë për të fituar mbretërinë e Perëndisë. Ne të kërkojmë shëntorëve, Shën Nikollës, gjithë shëntorëve të na ndihmojnë në udhëtimin tonë, edhe që edhe ne të gëzojmë bashkë me ta në mbretërinë e Perëndisë. Gëzuar për shumë vjet.